shumë. Faleminderit shumë për këtë mikpritje e për këtë entuziazëm. Faleminderit shumë, faleminderit nga zemra është vërtet krenari që të shëndroj këtu para jush, përderisa e shoh familjen time politike të ribashkuar, të vendosur për ta rimarrë fatin e Kosovës në duart e veta, sepse është pikrisht kjo familje e këto mendje që ditën të nxjerrin vendin nga terri në dritë dhe të cilat nuk mund të lejojnë që ajo sërish të bie në terr. Prandaj, sot kur ju shoh sot të gjithëve bashk, zemra ime është plot, e sidomos kur e shoh të valoj flamuri Dardan, që shumë kush mund ta ketë hal në sy. Por për ne ky flamur Dardan është shenja jonë dhe dëshmia e përkatësisë sonë. Ne si presidencë jo vetëm që e rikthyem flamurin Dardan në shtëpinë e vet, por do të sigurohemi që do të valoj gjithandej, sepse ai përfaqëson po ashtu thelbin e dashurisë sonë për vendin dhe po ashtu shprehjen e beslidhjes suaj, të cilën ju e lidhët me ideatorin e kësaj republike, me arkitektin e pavarësisë sonë, prisin ton historik, presidentin Ibrahim Rugova. Kryetari Kastrioti me të drejtë e përmendi se në këtë tokë, në tokë të shtimës, bashkëdyzohen sakrifica shekullore të parëve tanë dhe njëkohësisht ndërhyrja e aleatëve tanë ku nëpërmjet Reçakut u zgjua ndërgjegjja e botës demokratike. Reçaku heroik i dëshmoi botës mbar se Serbia kishte për qëllim që ta shfaroste popullin ton, po njëkohësisht e dëshmoi se ne jemi popull liridashës, ne jemi popull që nuk nënshtrohemi kurrë, e ne jemi popull që po ashtu nuk dorëzohemi kurrë. Por edhe një gjë e dëshmon Reçaku e shtimja çdo vit. Mirënjohjen ndaj atyre që na shndruan pranë në ditët më të errta në historinë tonë. Mirënjohjen ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila nëpërmjet njerëzve të saj më të mirë foli për Reçakun, foli për shtimën dhe foli për Republikën e Kosovës duke mbrojtur dinjitetin ton dhe jetën ton. Prandaj, shqiptarët e Kosovës për jetë do të jenë mirënjohës. Ne nuk jemi popull mos mirënjohës. Ne nuk jemi popull besprem. Prandaj, as mos mirënjohjen e as bespremjen ne nuk duhet ta lejojmë të mbizëtroj në institucionet e Kosovës. Për mua ka qenë nder si presidente e Republikës që këtë bashkëdyzim të sakrificës shekullore që e ka bërë toka jonë e njerëzit tanë dhe sakrificës e mbrojtjes së aleatëve tanë, po ashtu ta dekoroj me medalje presidenciale. Ka qenë nder i madh që ta dekoroj heroin e parë të shtimës, dëshmorin e parë të shtimës, Rushdi Salihun, me urdhrin Heroi i Kosovës. Ka qenë po ashtu nder i veçantë që ta nderoj me medaljen presidenciale të meritave themeluesin e LDK-s në shtime Zeqir Rexhaj, dhe me qenë se kjo sakrificë është përcjellur edhe me mbështetjen e fuqishme të aleatëve tanë, ka qenë nder i veçantë që ta dekoroj me urdhrin e lirisë edhe qytetarin e nderës së shtimës e të gjithë Kosovës, ambasadorin William Walker. Të nderuar të pranishëm, mënyrë që ky flamur dhe flamuri i Republikës sonë të valojnë ashtu siç i kanë hije, duhet që fryma e solidaritetit mes nesh të mbisundoj sërish. Që dashuria për njëri tjetrin të lartësohet në dashuri për vendin, që vendosmëria për ta bërë shtetin të përkthehet në përkushtim
për ta hapur dhe zhvilluar ekonominë e për ta rritur mirëqenien për qytetarët tanë, për ta rikthyer besimin në institucione, duke ngjallur shpresën e njerëzve dhe duke forcuar bindjen se ky vend mund të bëhet sërish i respektuar para syve të botës. E për këtë kërkohet vizion. E ne, siç e dini të gjithë, vizionin për shtetin e kemi thellësisht pjesë të bindjeve tona politike. Ju jeni sot këtu sepse besoni në projektin për ringritjen e shtetit. Keni këmbgulur gjithmonë që vizioni për shtet të lirë, sovran e me aleancat fuqishme të jetë ideali juaj. Prandaj ju përgëzoj dhe njëkohësisht ju lus që të na bashkoheni në këtë mision kaq të rëndësishëm për shtetin ton dhe me besim në Zot e atë dhe ta ndihmoni ringritjen e Republikës së Kosovës. Faleminderit shumë. Të dashur qytetarë të shtimës, shteti sot ka nevojë për vendosmërinë tuaj, për vendosmërinë tonë të përbashkët, që t'i japim shtetit zë e ta kthejmë brenda familjes së përbashkët të popujve të lirë evropian, që t'i rilidhim fijet e miqësisë së përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës më fort se kurrë. Sot Republika jonë ka nevojë për bijtë e bijat e saj që e duan pa kushte atë dheun e vet. Ka nevojë për njerëz të urtë e të duruar, që janë në gjendje të bëjnë gjithçka si përpjekje për dinjitetin e shtetit ton e që nuk e lejojnë në përkëmbjen. Sot Republika e Kosovës ka nevojë për vizionin e lidhjes demokratike të Kosovës, të partisë që e bëri këtë shtet dhe të partisë që do ta rikthejë këtë shtet aty ku e ka vendin. Prandaj me 7 qershor është në dorën tuaj. Në dorën tuaj të vendosni nëse vendin ton të dashur do ta rikthejmë në familjen e vlerave qytetëruese euroatlantike apo ka mendësi të ngurta e ideologji të kaluara. Qofse do ta bëjmë sërish antar të respektuar, zëri i së cilës jehon e dëgjohet deri në shtëpinë e bardhë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, apo do të dëgjojmë vetëm diskurse linquese e ligjërime nxitse ndaj vlerave të mirëfillta të këtij vendi. Do të vendosni nëse fytyra e Kosovës do të jetë ajo e një vendi premtues e me rini, apo do të vazhdojmë të jetojmë në qiellin e hirt të arrogancës qeverise. Nëse do të jemi të denj, sepse do të jetojmë në një vend plot dinjitet, apo do të vazhdojmë të durojmë ata që shtyjnë përpara vetëm për qarjet dhe fyerjet e ndarjet mes shqiptarëve. Prandaj, të dashur qytetarë të shtimës, ju të gjithë gjithmonë keni qenë simbol i qëndresës, i punës dhe i njerëzve që nuk dorëzohen përballë vështirësive. Ky qytet dhe të gjitha fshatrat përreth i kanë dhënë shumë Republikës sonë. Kanë dhënë njerëz patriot, kanë dhënë dëshmor e martir, kanë dhënë njerëz punëtor, që kanë dhënë kontribut në çdo etapë të shtetëndërtimit tonë. Prandaj, edhe në këtë qytet si kudo në Kosovë, fatkeqësisht rinia po e humb shpresën dhe e sheh shpëtimin te largimi. Ndodhemi përballë një momenti historik ku mund ta rikthejmë shpresën te djemt e vajzat e këtij vendi, që ata jetën ta ndërtojnë këtu në abdheun e tyre, pranë familjeve të tyre, me dinjitet, me potencial e me mundësi. Pa fuqinë tuaj, pa votën dhe përkrahjen tuaj, nuk ka zhvillim të vërtet. Pa përfshirjen tuaj, kur nuk mund të ketë ndryshim pozitiv në vendin tonë. Ne nuk vim para jush me gjuhën e urrejtjes, por me ofertën për zhvillim dhe perspektivë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, është në dorën tuaj, prandaj votoni, flisni me zërin e votës, vendosni për të ardhmen tuaj, votoni për dinjitetin, shpresën dhe vendosmërinë, votoni lidhjen demokratike, Zoti ju bekoftë të gjithëve. Faleminderit shumë.